Nëse besimtari, muslimani namazliu, gabon në namaz, duke lshuar kushtet e namazit, atëherë namazi prishet. Do me thonë, ose nuk ka marrë tekbir fillestar, ose nuk ka lexu Kur'an, ose s'ka qëndru në këmbë, ose se ka bërë rukun apo sejdën, ose s'kan qëndruar në ulin e fundit. Nëse njërin prej këtyre gjërave nuk i ka realizuar gjatë namazit, qoftë edhe në vendet të tjera, jo në vendin e vet, ka përfunduar namazit duke mos u praktikuar njëri prej këtyre kushteve të cilat i përmendëm, atëherë namazi nuk pranohet dhe duhet të përsëritet prapë. Nëse ndodhet që besimtari namazliu me harru diçka nga vajxhibet e namazit, apo duke i ndrruar vendin ndonjë farzi, atëherë obligohet që të bëjë sejdën në fund namazit. Sejdja është vajxhib. Prandaj nga kjo kuptojmë që edhe nëse harron vajxhibin, namazi prap pranohet. Po sigurisht që kategoria e shpërblimit apo sevapit nuk është e njëjtë sikurse të bëhej sejdja.